Lavdi Perëndis, jemi mbledhur të gjithë bashkë për të festuar një dëshmor të Krishtit, i cili edhe pse 1000 vjet më pas kryqëzimit dhe ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, edhe shekujve të tërë me dëshmor të cilët mbrojtën besimin, përsëri kishte nevojë për dëshminë, dhe jo vetëm për dëshminë e gjakut që Shën Johani nuk kishte frikë ta jepte, por gjithashtu ishte nevojshme edhe dëshmia me jetën e tij. Dhe Shën Johani e tregoi pavarësisht pozicionit që ishte, duke qenë një princ edhe mbret më pas, ai ishte një njeri i përulur, një njeri plot dashuri e dëmshuri për njerëzit e afërm. Shembulli i tij mbetet një shembull, siç e tham edhe mbrëm, për të gjithë ata që ndodhen në krye dhe kanë përgjegjësi. Sepse përgjegjësi do të thotë dëmshuri për njerëzit edhe sakrificë për ta. Zoti na ka mësuar që ai që do të jetë i pari duhet të shërbejë të gjithëve. Për këtë arsye edhe shenjtorët mbeten shembull i ynë, por edhe një shembull i bukur për të gjithë botën. Në këtë mënyrë i nderoj me të vërtetë shenjtorët edhe Shën Johan Vladimirin. Sot kishim kënaqësi që të kishim pranë nesh edhe mitropolitin e Gjirokastrës, Imzot Nathanailin, i cili shërbeu këtë liturgji hynore, gjithashtu edhe hierësi Ignatin, peshkopin e ri të kishës tonë, dhe falenderojmë të dy për ardhjen, edhe kërkojmë uratat të tuaja bashkë me uratat e shenjtorit. Edhe ne falenderojmë dhe kërkojmë edhe ne uratat të tuaja. Faleminderit, ndikimin.